Gafa bëni ju që doni të vjedhni këto legët, zoj më të ndërprim mua se u po flas. O kryetare, të lutem, ka mundësi ta ndërpresë. Korrigjoj atë që thua se duket sikur e bën me qëllim 25 me 250 vjeç. Zonja Alpiniqi Mërkuri, të lutem, orientojeni zonjën që kur të mbaroj unë ka të drejtë ajo të flasi, vetëm më thot çfarë të doj, pa kaluar cakun se unë jam nga ata që ja përgjigje asaja dhe ata që e kanë promovuar atë në këtë detyrë dhe ata shefat e asaj në parti edhe në qeveri. Tani të lutem të mbaroj unë po flas. Të lutem mos e kalon në ofendim. S'po të ofendoj unë zonjë. Të lutem mos e kalon as në personale. Po as personale. Shqyr zotit si asnjë mosh. Të lutem edhe sugjeroj mos kalo dhe kohë. Të lutem mos dhe po ndëryn dhe ke defekt të madh, po ti nuk të mban vendi se e mësuar me ulërima me gërthima. Të lutem mbaj vendin tënd kur të vi radha, kur të vi radha. Shkaktoj shumë ilaritet me këtë fundit. Ska gjë se këta janë ata që mbronin Dritan Lelin, pastaj mbronin e shanin Dritan Lelin, pastaj po jo ofendon, e shan Ermal Dredhën. Erdhi ai Alili e mbrojtën atë, e shan dhe atë. Tani erdhe ti, do ikësh ti do mbroj një tjetër ta. Mos kujtoni se këtyre ju bën vonë shumë për tyja. Ti je e qartë i zonjë. Tani të mbaroj ose po diskutoj për projekt vendimi, ti e ke qef të ndrysh, po nuk e kuptoj dot. S'të duroj ty të mbaroj. Jo, gjatë të lutem. Se ti e mban kohën. Dua të flas unë. Po fol kur të mbaroj.